Fillimisht, ju njoftojmë se të dielën në mbrëmje, në 2571 vendvotime të rregullta, është përmbyllur procesi i numërimit të votave të kandidatëve për kryetarë të komunave dhe votave të subjekteve politike nga zgjedhjet për kuvendet komunale. Pas përfundimit të procesit të numërimit dhe procedurave të tjera, materiale zgjedhore nga 928 qendra të votimit janë tërhequr dhe dërguar në 38 qendra komunale të numërimit. Ju njoftojmë se ky proces në orën 12 ka filluar në 3 komuna dhe në orën 16 në komuna të tjera, së fundmi edhe këtu në komunën e Prishtinës. Në 38 qendra komunale të numërimit do të punohet në 2 orare, ndërkaq KQZ ka emëruar më shumë se 520 ekipe të numërimit me mbi 2000 anëtarë. Numërimi i votave të kandidatëve dhe verifikimi i rezultateve do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë dhe nën monitorimin e vëzhguesve. Përveç organizimit të votimit në 2571 vendvotime të rregullta, KQZ ka mundësuar votimin me kusht në 54 vendvotime të tjera, votimin jashtë vendvotimeve përmes ekipeve mobile për 3467 votuesit me nevoja të veçanta dhe votimin jashtë Kosovës përmes postës për 43933 shtetasit e Kosovës. Numërimi i fletvotimeve nga votimi me kusht, i fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta dhe i fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës do të bëhet në qendre numërimi dhe të rezultateve, pasi të përfundon procesi në këto qendra komunale të numërimit. Sipas të dhënave preliminare të deri tashme, në 54 vendvotime me kusht në 38 komuna të vendit, në përgjithësi kemi 2119 zarfe me fletvotime me kusht. Nga votimi jashtë Kosovës, nga tërheqja e dërgesave postare që është bërë nga 22 kuti postare, nga gjithsej 23 të cilat ndodhen në shtete të ndryshme, numri zarfeve të supozuara me fletvotime është 33.258. Sa i përket çështjes së rasteve të cilat është raportuar në media që kanë të bëjnë me votues të cilët kanë gjetur emrin e tyre në listën votuese jo në komunën më herët ku kanë votuar. Kemi pranuar disa informacione të kësaj natyre, siç e kemi shpjeguar edhe në konferenca gjatë ditës së djeshme. Ndryshimet kanë ardhur për shkak të ndryshimit të adresave nga ana e vetë votuesve. Të paktën po flasim për raste të cilat ne i kemi trajtuar gjatë ditës së djeshme. Nëse flasim në aspektin kohor, është e vështirë të bëjmë ndonjë parashikim se kur do të përmbyllen proceset në qendrat komunale të numërimit në mënyrë që pastaj të vazhdojmë në qendrat numërimit dhe të rezultateve. Natyrisht se përpjekjet do të jenë maksimale që kjo të bëhet sa më shpejt që është mundur, sepse do ta kemi parasysh faktin pas 4 javësh duhet të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarë të komunave në ato komuna në të cilat kandidatët nuk kanë arritur të fitojnë 50% plus 1 votë të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme që janë hedhur në një komunë të caktuar.